Institucionet e mëdha të sigurisë morale dhe të formimit të tyre janë familja dhe shkolla. Këto dy institucionet duhet të konsolidohen. Për fat të keq ama familjet po i humbin fëmijët e tyre, apo të rinjt e tyre po i humbin them në thojza duke nisur nga emigracioni ose nga largimi për studime. Në këtë moment duket sikur familja pëson një thyrje apo jo, sepse sido që të jetë dashuri, prap betet dashuri në distancë. Si mund ta ruajnë prindërit ndikimin e tyre? Shikoni, pa diskutim, kjo që ju evidentuat kërkon një lloj diagnostikimi vërtet shumë të gjerë, sepse sikurse e shikoni shoqëria shqiptare në këto 3 dekada e gjysmë ka pësuar ndryshime edhe në strukturën e familjes. Pra, në qoftë se përpara kemi pas një strukturë tjetër, familje tani më kemi një strukturë tjetër, e cila lidhet së pari me migracionin, së dyti lidhet me plakjen e popullsisë, me rënien e natalitetit të lindjeve, pra jemi në prag të një krize demografike shumë serioze në shoqërinë shqiptare. Një popullsi që duhet ishte 4.5 milion banor, sot është 2.4 milion banor, një shoqëri të cilës i ka nekur mbi 30% e popullsisë në emigracion, dhe në përgjithësi ata që ikin në emigracion janë pjesa vitale dhe virtuale e shoqërisë, janë mosha riproduese në përgjithësi dhe mosha punëtore, dhe kjo po bën që të kemi së pari një problem që ka të bëjë me familjen. Mjafton t'ju jap një shifër që sot ne kemi rreth 191.000 familjet që kanë vetëm të moshuarit. Dhe nga këta rreth 34.000 janë familje të moshuar në nevojë. Pra kemi jo vetëm që janë familje të vetmuar, po kemi dhe familje në nevojë të cilët kanë nevojë për dorën sociale të shtetit. Një pjesë prej këtyre janë të mbështetur dhe me remitancat e fëmijëve të tyre, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Megjithqë kanë filluar dhe remitancat të zvoglohen. Normal, sepse jeta është e tillë për të gjithë. Ata po nacionalizohen, tash ti jetosh. Në fillim i kanë bërë këto kontribute për familjen, tani do bëjmë për familjen e tyre, se ikën beqarë dhe tani janë bërë familjar, pra kanë fëmijë, do i çojnë në shkolla, po shkollat e tje kushtojnë më shumë. Fëmijët kanë kërkesa. Fëmijët kanë kërkesa në përputhje me situatat që jetojnë. Kështu që unë mendoj që ky është një nga arsyet që kanë ndikuar sidomos në plakjen e popullsisë. Dhe plakja e popullsisë në Shqipëri është një dukuri jashtëzakonisht e madhe. Dilni në rrugë, në çdo mëngjes do shikoni në rrugë më të shumtit janë të moshuar. Kjo jo vetëm për shkak të rënies natalitetit, dhe kjo kërkon natyrisht masa të veçanta. Unë mendoj që gjëja më kryesore me që po flasim për familjen është që kur ne bëjmë një diagnostikim të shkaqeve dhe e gjejmë atë, dhe për mendimin tim burimi kryesor i gjithë patologjive ose kryesisht është familja. Kjo do të thotë që duhet investuar shumë për familjen. Duhet investuar qoftë institucioni i intimitetit, pra do të thotë ata që krijojnë familje, duhet jenë të përgjegjshëm për familjen e tyre dhe të mbajnë barrën e përgjegjësisë, duke qenë prindë bashkëshort për të dalë tek ajo që problemi i divorceve dhe i konflikteve në familje, apo i prindërimit. Kjo është e para, por unë mendoj që edhe shteti, domethënë, na duhen politika prej vërteti për të mbështetur familjen. Familja nuk mbështetet vetëm me këto aspirinat sociale, të themi, me disa masa që nuk janë të padobishme, siç është, bonusi i dikurshëm për fëmijën e parë, fëmijën e dytë apo të tretë, apo ky ndryshimi monetarist i mbështetjes të përmuajshme për fëmijët që ka familja. Kjo është njëra anë e problemit, po unë mendoj që familja ka nevojë për mbështetje akoma më të gjëra. Unë kam thënë gjithmonë, ne kemi nevojë për një institucion, do të thoja për një ministri të familjes në shoqërinë shqiptare, që të merret posaçërisht. Në qoftë se ne investojmë për familjen, në qoftë se ne përmirësojmë shëndetin e familjes, do të thotë kemi përmirësuar edhe shëndetin e shoqërisë. Për të dalë tek problemi tjetër i destruksioneve të brendshme që ka familja. Familja nuk ka vetëm këto probleme. Për fat të keq, në vend që të jetë një institucion i butë, institucion i sigurisë morale, i paqes, sepse në kushtet e sotshme të kësaj shoqërisë turbokapitaliste të shpejtësive të mëdha, të njeriu që është në garë për të jetuar dhe për të mbijetuar, sepse jeta e kohën e sotshme nuk është kaq e lehtë, nuk është kaq e thjeshtë. Atëherë do të thotë që në këtë jetë të shpejtësive të mëdha, të garës më, familja unë mendoj që mbetet institucioni më i ngrohtë i tokës. Unë besoj që nga do që vemi me rivalitetet që kemi me njëri tjetrin, me ambicjet me zilit, me intrigat që janë të natyrshme në jetën shoqërore të sotshme, ama më në fund paqen dhe qetësinë e gjen në familje. Dhe dashurinë apo edhe besnikërinë e vërtet. Po nëse drejtë e mori, në shoqëri kemi këtë lloje konflikte dhe këtë lloje ambicie. Shkojmë në familje gjejmë një atmosferë agresive, një atmosferë dhune, për të cilën për fat keq familja shqiptare i ka nivele shumë të larta të dhunës në familje.
i ka nivele shumë të larta. Dhuna mbi gratë dhe mbi fëmijët është një helm toksik që familja shqiptare akoma e ka shumë e bollok. Shikoni se sa gra janë vrarë, se sa gra janë dhunuar, se sa prej fëmijëve trajtojnë. Statistikat në nxjerrin me të vërtet shumë keq. Numri i grave të dhunuar është shumë i lartë. Një në 3, një në 4 gra kur përfshim dhunën verbale apo edhe dhunën fizike. Edhe një dhuna verbale është akoma edhe më keq. Dhuna psikologjike është akoma edhe më e rëndë. Shko, ne kemi një mentalitet, kur sapo na shkon mendja që themi dhuna mbi gratë, kemi gjithmonë dhunën fizike. Dhe harrojmë që ka ca forma të tjera të dhunës, to që thatë ju, dhuna psikologjike, dhuna verbale, dhuna seksuale dhe format të tjera latante që mund të mos jenë fort të kristalizuara të dhunës, ka një efekt toksik jashtëzakonisht madh në familjet në këto. Dhe kjo ka bërë që të kemi nivelet larta të divorcit. Dhe divorci është kthyer, besoj, në një plagë të madhe sociale. Natyrisht, unë duhet jemi sinqert dhe kur flas për divorcin, i shikoj të dy anët e tij. E para njerë që e konsideroj divorcin si një mjet shumë i rëndësishëm, si një drejtë e grave, veçanërisht për të dalë nga një burg shtëpiak, nga një martesë që nuk funksionon, dhe kjo është një shprehje në një farë mënyrë e emancipimit. Nga njerë, kur jepen statistika, thuhet që janë gratë ato që në masë më të konsiderueshme kërkojnë divorcin, dhe kjo nuk do të thotë që gratë janë shturur, siç kanë qef konservatorët që të thonë këto llafe, përkundrazi. Kjo tregon që gratë nuk janë më ato qenie të dikurshme biologjike, qenie riprodhuese dhe vetëm zonja shtëpie dhe anvisa shtëpiake. Po janë këto gratë të cilat kanë filluar të kuptojnë, të ndjejnë personalitetin e vetes, kërkojnë lirinë, barazit të vërtet edhe në familje. E në fund të fundit në një martesë që nuk funksionon, në një martesë të dhunshme, me një burr me të cilin nuk komunikon, në një shtëpi ku dy trupat bëhen të vdekur, nuk mund të jetojnë më pranë me njëri tjetrin, do të thotë që divorci është një zgjidhje dhe praktikisht kjo është ana e mirë, por ka një gjë që nivelet e divorcit në shoqërinë shqiptare kanë filluar të bëhen shumë të zgjeruara. Në analizat që unë i kam bërë shkaqeve të divorcit edhe në librat e mi, evidentoj që po, ka dhe arsye të qëndësishme, sikurse është kjo që thash, përdorimi i dhunës e arsye të tjera, apo dhe niveli varfërisë, se kujtun që ndikojnë, por kam përshtypjen që ka dhe një lloj mendje lehtësie. Domethënë, ka një lloj konceptimi simplist të marrëdhënieve unë mendoj që një lloj bashkëjetese kërkon dhe shpirtin tolerant, dhe shpirtin e mirëkuptimit, sepse natyrisht të rosh në çift, të jetosh në çift nuk është gjë e lehtë. Nuk është gjë e lehtë, aq më tepër në një prirje të shoqërisë, siç thash, individualiste, ku niveli i emancipimit të femrës ka ndikimin e vet, niveli i punësimit të tyre ka ndikimin e vet, pra nuk e kemi më atë gruan e dikurshme që hynte në martesë për arsye ekonomike, apo për arsye morale se familja donte ta çonte vajzën me çdo kusht e burri për të ndjerë veten të çliruar nga barra e vajzës. Sot nuk është më ajo vajza që duam ta shtym diku te një burr vetëm të hyjë në një shtëpi për të gjetur një stre dhe për të siguruar. Shqiptar e kanë kuptuar vlerën e vajzës së tyre njësoj si dikur të djalit. Po, ndërsa themi që familja është pasqyra e shoqërisë, çfarë tregon kjo për shoqërinë shqiptare? Si është shoqëria shqiptare sot, veçanërisht në këtë prag të ndrimit të viteve? Shikoni, unë mendoj që shoqëria shqiptare ka problemet e saj që lidhen me tranzicionin dhe janë të kuptueshme. Evolucioni i shoqërisë nuk është mekanik, nuk bëhet me njerë. Pra kalimi nga një shoqëri tradicionale, patriarkale, konservatore, me paradigma të ideologjike, të së kaluarës, të ashpra, në një shoqëri tjetër që është liberale, individualiste, ku njeriu ka fituar lirinë, nga njerë s'dish të bëj me lirinë dhe e përdor keq atë siç e keni parë, ka krijuar problemet e veta. Për shembull, kanë dalë shumë fenomene të reja në evidencë, siç janë kriminaliteti, përdorimi i zgjeruar i lëndëve psikotrope, i drogës, përdorimi i zgjerimi i kriminalitetit në shoqërinë shqiptare, dhuna verbale, dhuna fizike, neurotizmi social, mungesa një lloj paqe sociale, e cila është e lidhur jo vetëm me faktorët e brendshëm shoqërisë, po është e lidhur dhe me injektime toksike që vijnë nga mënyra se si funksionon ky shtet, si funksionon kjo shoqëri. Për të dalë tek pjesa përgjegjësia që ka politika, në një shoqëri ku kemi 35 vjet që kemi një politikë amatoreske, një politikë jo shumë dinjitoze, me politikanë që nuk janë në rolin e tyre adekuat, që vetë politika është kthyer në një lloj kënete të brendshme, ku më shumë se zgjidhin probleme dhe më shumë se bëjmë politikë, bëjmë llafe. Mjafton të shikoni me vëmendje, po të shikoni me vëmendje profesionale, ato që diskutojnë janë fjalë, janë militanteske, janë butaforike, nuk vlejnë asnjë dysh.
Dhe më shumë e bëjnë një politikanët dhe vënd të jenë profesionistë, janë militantë nga njerë më keksa ata të rrugës.